kësaj nate. Tubimi I cili është përsërit për herë dytë për në këtë format, është tubimi nisma një Ftyrnis Tiranë, e cila bëhet në çdo xhami në disa herë. Sonte me lejen e Zotit kemi të ftuar Hoxhnelën, Abdullanelën. Ai është një pjesëtar që në distancë sepse kemi çdo të fanë këtu. Kemi nevojë se I përdoshim për herë të parë në xhamin tonë të re për ligjërat. Siç e njohin edhe të tjerë hoxha I trive, hoxha I rinisë e kështu me radhë, e njohin të tjerë shumë. Zoti shpërblet për pjesëmarrjen, për pranimin e ftesës që kemi bërë këtu. Edhe ju vëllezër të motra që keni ardhur, Zoti shpërblet. Inshallah përfitojmë secili të marrë atë pjesën e vet në tubimin e sotshëm. Tema e cila do të trajtohet sot është qetësia e zemrës. Si mund të arrijmë qetësinë e zemrës në këtë botë dhe si mund të arrijmë qetësinë e zemrës në botën tjetër. Dikush e kërkon qetësinë e zemrës brenda pasurisë, dikush e kërkon tek alkooli, dikush e kërkon tek droga. Por mendojmë se mund të gjejmë qetësinë e zemrës në gjëra të ndryshme. Por realisht ku gjehet qetësia e zemrës për këtë botë, për botën tjetër, me lejen e Zotit do ta flasim si fillimisht Abdullah Hoxhnela, Abdullanela dhe më pas Hoxha I Bardoshi, Zoti shpërblet.
trupi po po prej ideje thotë. Kur'an, ka përmend Allah, a ka vetë. Po shpirti, është për Allah subhanahu wa ta'ala, pra jo nga toka, jo nga njëna përbërje e tokës. Trupi mahet në përbërjen e tokës. Atëherë puna shpirti si bëhet? Atëherë do, a që e krijoi, ka zbrit edhe ushqimin për te. Pra nuk e paska shpirti, nuk e paska ushqimin e vetë ke martesa. Nuk e paska ushqimin e vetë, do në, ose pojna burri ke gruja ose gruja ke burri. Nuk e ka ke mishi, apo vegetarianët, apo ke bari, se ka fare, s'ka lidhje me të shpirti. Nuk noqet me të shpirti. Ke bari herë që ku i mërzitën e njati duke zahër, i mërzit, edhe njati duke zahër, nuk ka do të gjohë. Fare, ose ha fish në kush parë, më në kutu, u gjithë të shpirti. Ajë tjetër që nuk e njëftë rrugë në Zotit, tak, ja fillo që me mjesë. Në doke se te që nuk bon mirë, a kuptor, të qmira, që sa për nëzëjnë, mas ne vazhdoj gjithë ditën se ke morë rrugë. Apo tjetëri që për sa ta njësë cigare, se fikë mon, tak? Cigare me cigare. Dhe qisin e i venë. Ama, ndryshon puna, prapë, nuk e ushqirë, nuk e qëtësojnë shpirtin e ti, se sa ti dali pia, prapë, du shkoj prapë atje. Nuk qëtësojnë atë puna. Atëherë ku që e ka kjo? A e ka zbrit Allah subhanahu wa ta'ala. U thotë Zotin në mëndin edhe që ka thotë në Kur'an, e la bi billahi tatma'innu al-qulub. A nuk qëtësohen zemra me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe tu e ka përmend gjithë përfshirës. Çdo gjë, çdo përmendje e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ta shohësh vëllezër, po të shohësh statistika. E në të brasjeve, dhe të gjesh numrin më të pakët ke muslimanë. Dhe të gjesh numrin më të pakët ke muslimanë. Dhe nëse të gjurmosh atë muslimanin që ka vrarë veten, dhe i gjesh që ka qalu ke praktika fetare. Nuk i ka zbatu gjatë, nuk i ka zbatu rregullat, nuk ka fal namazin, nuk ka lexuar Kur'anin. Dhe gjesh ke kjo. Do më thonë çka ke këpi? Ne kemi dëgjuar edhe në Shqipëri. Nga emri babës të një musliman. Po sa e ka praktikuar? Por e një nga pasë që ka në ndaza. Me atë siklet që po heqin ata, që do të kishin bo me parametrat tona? Që do poshin? U hullë të i ditë, i mëtë ndetë, apo të s'ka ku qkoj më. Atë keqi që ato, atë siklet që kanë heqin, ato do ishin në shfarë. Po kush i majti gjallë? Kjo pra praktika fetare, kjo që në ishin edhe në luft të ishin duke mësu Kur'anin përmenç. Kush e di se sa hafiza kanë dalë, po në luft, në gjirin e luftës. Shkonte ke Kur'anin, ke fjallë Allahut. Ai tjetër i bërtiste me të mëdha, jam i knaqur sot i kishte hiq me grua, me kelamej, me gjithçka, as gjos kishte. Kishte shkuar në mori diçka kthej në shtëpi që çfaros në shtëpinë e vet, në familjen e vet. Edhe çfarë bërtiste me të mëdha, jam i knaqur sot. A je i knaqti? Ku e gjeka? Kur se gjeka? Vëllëm se, a i cili ka besim ka Allah subhanahu wa ta'ala. Shumë qartë thotë i dashnian alayhi salatu wassalam na ka thonë i përgzim madhor. Kur thotë i dashnian alayhi salatu wassalam nuk mlidhen një grup njerëzish, imagjinoje se xhamati këtu ka përmendje. Shifën një vetëm tate. Ku jeni ju? Ne tani, ku jena në një shtëpi për shtëpiave të Allahut. Çfarë thotë i dashnian alayhi salatu wassalam? Nuk mlidhen një grup njerëzish në një shtëpi për shtëpiave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Yetluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. E lexojnë librin e Allahut. Lexojmë ajetet e Kuranit në namaz, lexojmë ajetet e Kuranit që në fillim e lavi të bidat të mëjnë në grup. Përmendet emri Allahut dhe e mësojnë atë midis veti, sepse janë urdhëresat e Zotit të gjithësisë. Edhe dashin tonë Muhammed alayhi salatu wassalam, apo ta illa vetëm se nezelet alayhimus sakina, do zbresi për to qetësi dhe rahati prej kujt prej Zotit të gjithësisë. Pra kur përmend ka Allah subhanahu wa ta'ala, kur u madhëron ka Zoti i gjithësisë, kush zbrit ka
zbrit ka qetësia, ajo që të mush zemrën, jo vetëm kaq. Pra imagjino çfarë shpërbimi kur robi përmend Allahun subhanahu wa taala në një shtëpi për shija të Zotit, zbret të ta qetësia dhe rahatia, wa ghashiyatuhum rahma. Ghashje me blu. Mbreti, e ke parasysh kur ke ftohtë? Në fakt, ngrihesh me atirbonin edhe mund si të futet një çik kokë mbrenda. A kupton vetëm kur merret fryma e qiti. Pse do ngrohtësi. Pra, mëshira Allah subhanahu wa taala ka mëshirë komplet. Ka mulu. Cëtë, mos bëjë asi e keq. A kupton? Dhe çfarë? Haffethumul malaika, dhe nuk I shohin. Po na rrethojnë malaikët e kujt? E plot fuqishmi. Duke shkruajt emra. Zedi, Abdullahi, Filoni, tjetri, me emër me gjitha, me detaje, ku ishin shpinë Allahu, ishin shpinë Tata o Zot, po jo vetëm kaq. A pse vetëm me lajket, edhe e katra, shpërblimi 4, o edhe kerahumullahu fi men inde, dhe I përmend Allahu atje, ku? Kë ka pranë Zoti I gjithësisë? Me lajket. Kush në sejdë, kush në ruku, kush në kom, kush duke përmend, duke përfikër, kush duke u gjend prezent për urdhrat e Zotit të gjithësisë, dhe me lajket. Çfarë? Filani është ndër në xhami, po përmend në akmallin time, më të përmend Zoti emrin, është gjë e mahniqme. Kush Zoti I gjithësisë na ka përborë gjë neve? Jo, vallai s'na ka përborë. A është mirësia që do me Allah kujto për robëve ti. Pra është mirësi e madhe. Çfarë do? Nuk e përmende Zotin, e harrove Zotin. Gjë e madhe, e ka. Çfarë Allah, kriju si ai që na njeh neve. Wa man a'rada an dhikri, ai I cili këtë shpinën përmendjes time. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan danka, do të ketë një jetë si kleqme, vështirë. Nuk është vetëm fujtja, nuk ke përmrena, a e shpirti. O nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Dhe rinjallin ditë në kiametit të verbër. Pse o Zot më krijohet verbër? Pse më theret verbër? Unë dynjo shifsha, I kisha sy të mbatë, tash unë shoh jam terë. I kështu pra, u bone I verbër nga jetën në argumentet tona. Subhanallah. Një ajet I çuditshëm, shumë çuditshëm, sura Muhammed. Wallahi. Walladhina amanu wa 'amilus salihat. Ata që besuan dhe bën vepra të mira. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Dhe besuan atë që zbriti Muhammedit alayhi salatu wassalam, përveç Kuranit edhe Sunetit. Thot, wa huwa al-haqqu min rabbihim. Dhe është ajo thënia e vërtetë prej Zotit të gjithësisë, nuk ka më dyshje në fjalën e Kuranit, në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë është shpërbimi I tyre që besuan? Shif. Kaffara anhum sayyi'atihim. Ju afali atyre gjunahet të tyre. Taksirat. Ju afshi, ju afali Zotit. Me kë, me besimin. Edhe çfarë? Wa aslaha balahum. Aslaha e përmirësoi. E bëri mirë, e rregulloi. Kë? Fjala bal, kjo që ka përmend. Allah subhanahu wa taala ka përfshi shumë gjëra në të. Ju rregullon aty në shpirtin. Ju rregullon aty në zemrën. Ju rregullon aty në jetën. Ju rregullon aty në mendjen, ju aktivon mendjen. Pra kjo fjalë përfshin të gjithë jetën tonë. Mendjen, jetën, zemrën, punën, veprën, shpirtin, nefsin. Gjithë çka. Kujtja e Zotit këtë. Po kjo pra ai I cili beson në Allahun, bën vepra të mira, I bën puna të mira. Na pak më poshtë çfarë thot? Jo përmirëson Allahu subhanahu wa taala këtë, edhe çfarë tjetër? Wa yudkhiluhumul janna. Arafaha lahum, dhe do I fusi ata në xhennet, të cilën ju ka shpjeguar tyre. Na ka shpjeguar Allahu subhanahu wa taala xhennetin neve. Me manë në keni të zunë në xhennetin?
ashtu. Mirë po dhe ishe një bonja për afërsi, hapi qitet e National Geographic ose këto që flasin për natyrën, shikoj që pejsazhet mahnitse në përbot, që nga detet, ujvarat, kopshet, pyjet, e gjithë çka mahnitse, që neve shohim dynjë, merre shko atë kuporen e Vatikanit që e kanë gjithë Florin, vjetë, ke parasysh që e kanë marrë sa ne kanë shit Florinin që tani, imagjino boje me një tate dhe në kompjuter me dizajn, një shtëpi tull Florini, tull argjendi, në rregull ose s'ma thonë një perë të madhe, sa ajo shtëpia Khadijës, që ka marrë të jetë shtëpi si një perë e madhe. Nga mbrejta i shikon ka jashtë të shet njëri. Dhe i beti gjitha këto pejsazhe edhe thuj me vetën tate. Allahu subhanahu wa taala i ka bërë më të mira se ne. Prapë nuk do të shkojnë nenja. Duke pa gjitha këto mirësi, edhe Zoti në mënyrën e xhenetin e ka bërë akoma më të mirë. Pra, imagjino, domethënë se ku është ai rob i cili o lidh me Allahu subhanahu wa taala, çfarë qetësi e ka se e ka dhënë Zoti në mënyrën e vet. Ta rregullon Zoti gjithçka në vetën tane, me gërë, me dhikrin e tij, me përmendjen e tij. E çfarë thot Zoti në Kur'an? Një ajet të thotë: "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin." Ai është Allahu subhanahu wa taala, i cili e zbriti qetësinë dhe rahatin prekje tek zemrat e besimtarëve. A imagjino çfarë do lloj problematike që mund të ketë robi kur është i lidhur me Allahun, Zoti ja qetëson zemrën, nuk ka fryt. Çfarë do lloj situate në qejf të forcon Zoti, të jep qetësim zemrën. More smundje pa shëruar gjithë çka. Dikushi trenet për plas kokën mas murit, dikushi që e ka njohur Allahu subhanahu wa taala, direkt sa i vjen haberi thotë elhamdulillah. Noti diçka thotë elhamdulillah, ndor Zotit është. Boj Zoti çfarë të ti jep Zoti qetësi, ku është kjo qetësi? Vetëm ka që e ka njohur Allahu subhanahu wa taala. Për ne sot shqyr, kur thotë i dashur hajaban, çudi, habi, me çështjen e besimtarit. Gjithçka ka të mirë. Gjithçka. Edhe nuk është vetëm se për besimtarin. Vetëm një besimtar është kjo. Çfarë thotë? Kur i bina je mirë, elhamdulillah. Edhe kjo është më mirë, falenderoj. I rajt e keqe, elhamdulillah. Pra, se ndryshon qenjën e tyrës. Nuk rriti. Çfarë Zot që na udhë, jam më i mirë, jam i pastër, kam zemrën e pastër, namaz nuk ka. Zurzu, gjithkohë, ose ne kam zemrën e pastër. Ashtu i herë në vllajt, të rregulloj makineri. Makineri qesi, ke puna vetë, edhe? Ora, ashtu një keni afër, keni së spajt e trash e qimë zonë, sa ata që e keni që i kanë zonin e trash, a kuda? Kam zemrën e pastër, kishtë atë babë, Zotë në faljerë. Zotë u Zotë, ke parasysh se në përgjithësi, gjithë katonët e Tiranës e ka pasur. Nuk kena katonët e Tiranës, do të thonë që nuk janë muslimanë, gjithë. Kush më shumë, kush më pak, pavarësisht situatën apo. Çfarë janë do të thonë Tirana, gjithë ato ka pas besimtarë. Po ti gjino. Se shejtani ka bërë që të rejnë vetën e tyre duke thonë që e kam zemrën e pastër, kam zemrën e qiltër. Si do kesh zemrën e pastër? Ti e ke nxjerrë zullën e Allahut subhanahu wa taala, s'po uli herë po kom sejdë të thonë, ose nuk po thuj herë la Zot qofshi fal. Zot na falëron. Po, e problem e çuditshme është që është e njëjtë. Nga Kuwait. Ka qenë vjen nga familje pastër. Bashkëtorë vetë nga familje pastër. Mirë po i ka qenë Zoti zemrën me bokën të mirë në Afrikë. Edhe i di për vitesh, ishte prish makina, edhe tu e shkruaj makinën me gruën e vet. Imagjino do të thonë marrë nga rreth e pasur, edhe ti po shkoj me zbat, me puzmat, pa pushim që kur shohim pamjen në për internet, vallai thu je shumë vështirë ka lënë. Edhe shkosh nga atje, bësh një jetër aty sa ai ka kaluar një kohë gjatë në Afrikë. Duke thënë njerëz në Islam, fshat për fshat duke i mundur duke dërtuar në shkollë që i di se ose kanë në miliona kanë bërë ka
Islamin. Edhe I thot, gruaja duke shtyrë makinën. Imagjino pas atij imagjinoj me bos miliarder, jo prish makina, edhe të shtyrë. I qike pa imagjinueshme. Qa thot? Thot, a thot, tani me të xhenet omërsi që po e njim këtu. Do e njim xhenet? Është tjetër kupa. Shife që I ka bozohet. Thot I Ibn Taymija. Thot, e qa bëjmë arnisë me mu? Qa ka ndorë me mbonë? Në vra, në dëshmorë. E fitova shahadetin. Më përzonë, po ja, kam dalë për turizëm. Më përzonë, në gjithë nga shëmija. Turizëm. Më votën në burg, thot, shumë bukur, thot, vetmohem me Allah, që të bëjmë më? A në mrejë, pra, që ka me bëmë shumë? Në burg, jam vetu me Allah, pari, për që të bëjmë Allah, subhanallahu. Shumë bukur. Do më përzej, e ka dy. Kush e ka lë? Dhe ai cili që ka mëshë Allah subhanahu wa taala zemrën me iman. Edhe lidhje më të madhe që ka bëu Allah subhanahu wa taala me madhninë e tij që ka zbrit namaz. Imagjino ç'a fjalë I ka përmendur profeti alayhi salatu wassalam Bilali, Allah I gjofi nga që që muezini profetit alayhi salatu wassalam. Edhe që I thonë, hyte ka namazit, I thonë, o Bilal, na I qëtësoj qimë për atë. Na I qëtësoj qimë, do më qoti rezonin që qëtësojnë me namazit. Gjërma, subhanallah. E I dashma, alayhi salatu wassalam, thotë, o e gjura I dhe, kurre të ajnë fi salat. Mosh bo more, e mërveshti kënaqësia sy, drita sy, kur shefin diqa që ty të knoq shpirti, mushësh, gjithë shka, fëmijin, pasunin, shtëpin, gjithë shka që ti, kur e shef, ta knoq syr, ka një fjalë në arabisht që quhet qurratul ayn, domethënë, ajo më e madhe, domethënë që ta hush ty syrin me të kënaqë. Çfarë thot profeti alayhi salatu wassalam? Është bo kjo për mu namazi. Pra namazi është ajo më e madhe që mund të jetë e inja. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam kur kishte një situatë të sikletshme, gjëja e parë që bënte, abdes, namaz. Në gjëja e parë që bën, telefonin dhe a kena nik, ke ministria, ke policia, deri telefonin dhe nikun. U bubujet, ja bëj mere, profeti alayhi salatu wassalam. Meri se dete, goj e herë, Allahu Akbar, lidhë jemë Allah, qaj e herë, subhanallah. Habibet, vëllaj, dalin e jërë Sabibja, se shkohë, e të provoj që. Dalin Sabibja, ku njerëz në qabe. La ilaha illallah. Ore, sikur duke të gjanë, sikur duke folë në Allah, subhanahu wa ta'ala. Sikur duke gjanë, ke pa një herë kur folë me vetë, po që ne kur si nodi, si s'nodi, je jërë, ke parasysh, duke folë me vetë, po imagjinoj e me vetate si kur je duke folë me Allah subhanahu wa ta'ala, duke ja qasë Allah, atë sikletin dhe halin, po me ramë sejtë dhe aty me një qatë i përnot Allah subhanahu wa ta'ala, si dhe jetë punë e jo, vallaj të ishin gjonat, shumë në mirë. Profeti alayhi salatu wassalam thot, ai cili e fal namazin e ecis në xhamat sikur ka fal gjysmën e natës, ai cili fal namazin e sabahut në xhamat sikur ka kaluar gjithë natën namaz. Ai cili fal namazin e sabahut në xhamat është në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra si bëhet halli I besimtarit I cili e lidh veten e tij me këtë. Vallai ne shumë I rahat. Pra ne atë ajo që ne veçanë lidhje jo me Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhu dhe nish lezet tjetër. Vetës, jetës e gjithë shka. Do ndryshoj komplet koncepti I jo me lusim Allah subhanahu wa ta'ala. I që mësoj zemrë tona lusim Allah subhanahu wa ta'ala. Shukë nga bashkoj në gjisët hajrit e mirësi. Sallallahu sallam wa barik ala rasulina Muhammad. Ajo që se të provohë. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëborësit. Përshëndetje I përbëjmë në sjelljen e njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam.
mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah është shpërblet, o të namazin e xhamisë për mbritjen, Zoti është shpërblet, o të Abdullah për këshillat. Fakt, nuk kam çfarë shtoj më, por me që duhet në fort. Atëherë, inshallah do t'i trajtoj disa pika, dhe kjo si përkujtim për gjithë neve dhe kjo fejnë e dhikra të në fanë mu'minin. Allahu thot në Kur'an dhe përkujton se në të vërtetë përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Patjetër gjithë në këtë dynja synojmë dhe duam qetësi, duam rahati. Dhe patjetër ajo që synohet është qetësia e zemrës. Te kjo pikë të gjithë bashkohet, qoftë musliman, qoftë jo musliman, qoftë i pasur, qoftë i pakër, të gjithë e synojnë të gjë. Po falënderimi takon Zotit, që ne na ka bërë musliman dhe shkaqet që na bëjnë pra ta gjejmë qetësi, alhamdulillah ne ka bërë qartë e madhe Zoti në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Patjetër që ka shkaqe të cilat çojnë njeriu që mos jetë rahat, mos ndjehet rahat, mos ketë qetësi në zemrën e tij. Dhe dietarët i përmbledhin këto shkaqe në disa pika. Çështja kryesore është patjetër mungesa e besimit. Nëse njeriu pra nuk ka besim plot, nuk i ka drejtu raportet me Zotin e qetësisë, ai nuk gjen në gradi. Dhe shumica e njerëzve kjo është kryesore. Dhe tjerat vinë në këtë. Po shkaku është mungesa e besimit ose mungesa e besimit plot tek Allahu dhe Resulullah. Gjen një është frika për jetën. Sa e nuk e ka të besimin e plot ke Zoti i qetësisë, jetën e ka Zoti në dorë. Frika për riskun. Sa e nuk e ka besimin e plot tek Allahu i lartësuar, se Zoti është furnizuesi. Frika për të ardhmen, se ky e ka dobët besimin caktim në Zotit. Frika se mos i humbet dikush. Patjetër që janë edhe këto shkaqe tjera që ndërtojnë teknologjia sot, rrjetet sociale, telefoni, çohet mëngjes telefon, darkë telefon, punë telefon, natën telefon, gjithë kohës. Aty vinë pastaj shkaqe tjera pastaj. Ai shef aty shumica e njerëzve çfarë reklamojnë në rrjetet sociale? Reklamon anën më të bukur që ai ka. Ky është shef vetën, s'është aty ku duhet. Hap televizorin, çfarë reklamojnë? Anën më të bukur, pamjen më të bukur. Ky shef shpilte se ka i lojë. Dhe normal e harron, sa ai nuk e di atë porosinë e profetit alayhis salam. Mos me ba që është, pra thot profeti alayhis salam shikoni tek ata që janë poshtë jush, mos shikoni ata që janë më lart jush. E kjo në mënyrë që mos ta ndesoni mirësinë që ju ka dhënë Zoti. Po, alhamdulillah, siç e thash në fillim, Zoti i qetësisë na i ka bërë qarta shkaqet që na mundësojnë me jetu të qetë në këtë dynja. Me pas zemrën e qetë në këtë dynja dhe me fitu lumturi botën tjetër. Shkaku kryesor është besimi. Çështja e besimit është e madhe. Besimi Allahu të lartësuar. Njeriu me njoft Zotin e qetësisë është mirësi e madhe. Është rahati e madhe. Sa ai nëse njeh Zotin do njoh emrat e tij, do njoh emrat e Zotit. Do njoh cilësitë e Zotit. Po ai e di se ka një Zot madhështor, e di që ka një Zot krijues, e di që ka një Zot që e dëgjon, e di që ka një Zot që furnizon, e di që ka një Zot që i përgjigjet lutjeve. Pra njeriu me njoft Zotin është mirësi e madhe. Është shkak që të përjetoj një qetësi të madhe në shpirt,
Shqetësohet zemra e tij. Thot profeti alayhis salam në një hadith, dhaqa halawat al-iman, e ka shiju, si thonë, ëmbëlsinë e besimit, kush është i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhamedit si pejgamber. Njeriu alayhis salam, njeriu vazhdimisht punet synoj ta forcoj këtë besimin e tij tek Allahu i lartësuar. Dhe sa më i fortë jetë besimi tek Zoti i gjithësisë, aq më i shehtë dhe aq më i lumtur do të jetë njeriu në dynjë. Nëse njeriu jetën e tij e ka për Allah, punët e tij e ka për Zotin, veprat e tij janë për Allah, me të vërtetë ka për ta shijuar ëmbëlsinë, ka për ta shijuar këtë jetë para jetës tjetër. Tregojmë për një vajzë, ishte në më të pasurat, pra në Perëndim, por nuk ishte muslimane. Ajo trashëgon një pasuri të madhe për babain e saj. Shkon, martohet me një burr, i cili ishte për bindje pra, politik komunist. Ndërkohë kjo ishte bindje tjera, dhe çdo gjë bonin mediatike. E pyesin thonë si lidhesh pra, ti përputheni. Thotë unë jam kërkim të lumturisë, qetësisë. Zgjatësh shkurt të ndanë këtë. Martohet me një tjetër, kjo fe tjetër, ai fe tjetër. Prapë pyesin, tha përsëri, tha unë jam në kërkim derisa ta gjej lumturinë. Derisa pas disa kohësh ishte ndarë me këtë, kur e gjej, kishte trafite. Se sa ajo nuk e ka gjetur atë rrugën. Nuk e ka njoftë atë që ta mundson qetësi. Se ka njoftë Zotin. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn. Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët besuan dhe nuk e kanë përzi besimin e tyre në shirk, e dytari. Për ta do të ketë siguri, ai ka qetësi. Prej shkaqeve që na mundësojnë të jetojmë të shqetë në këtë dynja, është lënia e çështjeve në dorë të Zotit. Me shkon i kënaq me caktimin e Allahut. Ne na ndodh, ndoshta në përditshmërinë tonë, na ndodh një situatë e vështirë, ose një gjë që themi, sikur të kishte ndodhur formë tjetër. Për momentin ndoshta shprehni pak kënaqësi. Vjen mas një farë kohe, themi elhamdulillah. Shqyrë që ndodhë ashtu. Po ne ndoshta e urrejmë diçka. Po ajo është më e mirë për ne. Allah na thotë në Kur'an. Ne e tu ndoshta diçka. Po ajo jetë e keqe për ne. Sa të ri. Ka pas ai për shemb, ka pëlqyer i vajzë. O e ka dashur filanin mos bëhet. Allah subhanahu wa taala ka shkruar për to martumin e tij. Më pas, çfarë thotë alhamdulillah që mbrojti Zoti. Ama për momentin, ai ma u refuzu prej saj, u thyu sikur u shem dynjën. Ndërkohë, lumturia ishte diku tjetër, ose dikush tjetër në biznes, në punë. Ai bën ndoshta nis një biznes, një punë, dështoi aty të kohë, Allahu ja ka hapur vend tjetër. Pra njeriu me shoni kënaqsh me caktimin e Zotit. Vazhdimisht me shon falenderues me thonë alhamdulillah. Prej shkaqeve që na mundësojnë qetësinë e zemrës është edhe ajo që përmendi hoxha. Namaz. Përmendi Allahu të lartësuar. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Vazhdimisht besimtari e pas jetën e tij namaz. Në mundu vazhdimisht korrekt me namazet. Në çdo lloj situate. Është shkak që përballoj ndoshta situatat më të vështira. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kërkojmë ndihmën e Allahut me durim dhe me namaz. Përmend për Ibn Abbasin. Zoti shoqë i kënaqur për tij ishte një udhtim. Edhe i vjen lajmi haberi kanë dhujit vllai. Çfarë bëre? Imagjinoj se si vjen ky lloj lajmi. U veçu dhe filloi namaz. U fal gjatë transmetues.
E në fund, vazhdoj të lexonte pasi përfundoi pra namazin. Vazhdoj të tregonte këtyre se çfarë është, pra si përballohet kjo situatë. Si shqetësohet njeriu në këtë situatë. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkojmë ndihmën e Allahut me duritën e namazit. Ne sot gjojmë të rinj, të reja, edhe të mëdhej, stres, brenda, mërziti, se ti nuk bëhet mirë. Shumë. Përmend njëri prej hoxhallarëve, kjo ka ndodhur ngjarje në vendet arabe. Thotë i vjen ky jetë mësim në universitet. Dhe i vjen njëri prej nxënësve pas leksionit, i thotë du të bësh rukje, nosh. Po anë në përgjithësi, e njohin namazin, njohin fejnë. Dhe i thotë, ju si ke punën të namazin? Thotë, është, kur e kam qanë njëri, i bovë pra. I poja shefin babës, njerë në aptes, njerë pa aptes, faqë. Kurse tani kam peshë dhe thotë nuk falë. Pa nëse do tha që bëj rukje, kënoj, ky njëherë javë thotë kisha leksion. Pa për një javë, jeshtë të ma falësh çdo namaz në tohë. Dhe me pas hajtë tha, bëjon rukje. Thotë, kur kam ardhë herës tjetër, e kam pathët qëmë fytyrë ishte ndryshu. Allah që të blejtë ta. Kam pas muaj të tërë nuk flija do të. Nuk zija do të rahat. Thotë, qysh kur kam fillu, thotë me namazën këtë ja kam gjithë një lloj qetësie, thotë që nuk. Po jo me kotë, thonë të parë ta. Thonë, si kur të ardinin brejtrit, lumëturit pra që gjindet namazën. Thotë, do të vinin, në emerin, thotë edhe me shpatë, me luft. Njeriu në namaz pra ka sekrete dhe urtësi tepër të mëdha. E përmendë hoxha hadithin. Na shqetëson me to obligat në namazin. Sa herë që ndohë këtë që për shpërsim, kushtica gjërë, namazin. Për shkashete që na mundësojnë, kemi zemër të shtetë, jetë të shtetë, do është kërkimi i liturisë. Njeriu në mësu, son për Allah, son për profetin a.s. Jetë në profetit. Unë vazhdimisht të këshilloj të lejësit. A ke mundësi që historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam ta lexosh atë në familjen tënde? Bëni një program. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka kaluar situata ndoshta në çdo njëri prej nesh, pra që gjithë mund t'i kalojmë situata të ngjashme. Ai ka kaluar të gjitha. Dhe ti të parë tanë çfarë bënin? Ja mësonin fëmijëve të tyre historinë e profetit ashtu siç mësojnë suret e Kuranit. Në përpjek njëru në pas një ligjëratje aporë. Kërkimi diturisë dhe hoxha përmendje hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shkak me jetu pra i shetë, me arrit qetësinë e zemrës. Për shkaqeve që na mundësojnë kemi zemrën të shetë. Qetësohet shpirti ynë, është patjetër edhe duaja. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ndalte duan. Vazhdimisht profeti sallallahu alaihi wasallam e lutte Zotin me qetësisë, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Allah, unë të kërkoj mbrojtje ty prej shqetësimit dhe trishtimit. E bonte shpesh profeti sallallahu alaihi wasallam këtë lutje. Prandaj edhe ne me ndjek hapat e profetit alaihi salam. Vazhdimisht me gjonë, goja jonë e njohë me përmendjen e Zotit qetësisë. Vazhdimisht dhikër, vazhdimisht salavatën mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë duhet me zgjaruar mesin tonë. Sa herë që përmendet profeti alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Por edhe ti vetë, gjatë rrugës, trafik, kur shkon në punë, dhe prej shtëpie, në shtëpi, dhikër dhe salavatën mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Përmendet për Imam Ahmedin, Zoti qoftë i kënaqur me tij. Udhton një herë në një vend tjetër. Kur shkon tek vendi tjetër, në atë kohë dietarët e njihnin me emër, me libra. Po pamën vetëm ata që ishin
xhamisë ose plazhës, qytetit, tjerë në vinë. Shkon Imam Ahmedi dhe vendos dhe kalon natën në xhami. Prisi asaj zone kishte dhënë urdhër thotë, mbas yatsie mbyllet xhamia. Imam se pika ajo, shkon. Vendos të rinë xhami, vjen roje thotë, edhe pak thotë të mbyllim xhami. Imam Ahmedi thotë, unë thotë, jam nevojshik, dhe kaloj këtu thotë në natë. Thotë falë, që ke për të falë, thotë, pak sa marrë ca punën, dhe vitëm mbyll xhami. Rëndësishme kur vjen, vazhdon diskutimin me imam. Niset imamit dalë. Përballë, ishte një dyshon një forxhi. Dhe e shefa i japon që i duke në pamje. Dhe i thotë, ajde afro, thotë. Thotë, si dush, thotë, floteshe, rikë tu, thotë, ke dyshon e thotë. Unë kam punë të mija, bromën e gjarë, thotë. Po ti rikë tu, dhe thotë, kaloj e natën tu. Po mirë, thotë imam. Thotë, Imam Ahmedi, a i thotë, gjatë gjithë kohës, zinte prumën, bëmë të bukë, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dhe i sa kaloj në kohën gjatë. Edhe vendosë të pysit, thash, kam kash, pra të më gjojë të fikër. Qa do bije, qa të mire ke pa prej saj? Vazhdoj e pra. Ndje pra pjesën e luturisë. Sa nuk i kërkoj Zotit diçka, vetëm se moralizon. Nuk e lusë Allahun për i qo, vetëm se në përgjigje. Pa më lutë tha një lutje, ato halanët më ka realizu akoma. E më lutë Zotin tha, edhe presta, vazhdoj të lutën, dhe e sa të realizojnë, që të më mundësoj, ke mundësi të shkoj të shoh njerë Imam Ahmedi. Imam Ahmedi tha, jo vetëm tha që ta mundësu, tha, po e ka punë tha në sfarë këtë dyshon njëtë. Që që qështja e vikrit, është një manë. Përmendja Allahu të rëcuar është qështja e për rëndësishme. Dhe këtë ne nuk duhet të neglizhojmë, se duam qetësi, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat, vazhdimisht mbaje gojën tënde dhe gjuhën tënde njohë me përmendjen e Zotit. Mundohu që më shoqëru me njerëz të cilët ta mësojnë të afrohesh me Allah, ndjesh i qetë. Dhe nuk ka më mirë se shoqërimi me besimtarë, me muslimanë, të cilët të ndihmojnë me u afru tek Allahu i lartësuar, me i përkallzu situatat e vështira. Dhe patjetër, zbatimi i urdhëve të Zotit, pra, siç edhe përmendëm, janë shkak për shqetësi, për lumturi në dynja dhe me arrit shqetësi dhe lumturi e përjetshme në botën tjetër. E kjo është premtimi i Allahut të lartësuar në Kur'an. Elus Zotin e gjithësisë që t'i bëjë të përfishme këto që quam. Elus Allahut të lartësuar që ta mësoj të kemi një jetë të qetë, që të qohen zemrat tona në përmendjen e Tij, në adhurimin e Tij. Dhe ta mësoj Allahut të lartësuar kështu siç na ka bashkuar në këtë vend. Na bashkoj edhe në xhenetin e Tij. Allahu është për të mirë, sallallahu alaihi wasallam, wa baraka ala nabiyina. Lezat të Zotit nderoft, Zoti shpërblet, Zoti shpërblet për xhallah për zgjidhjen e Allahut. Inshallah Zoti qoftë i kënaqur për ne. Inshallah ne pranoft sipas niyetit që marr secili atë pjesën tonë. Zoti nderoft, kemi një çast të vogël, para asaj të bëjmë një foto të kemi kujtim. Nava kemi çast të vogël.